Vlezër të nderuar, xhamatli të pranishëm, jemi në një ditë të bekuar, ditës së Xuma. Jemi në fillimin e muajit Muharram, muaj i Allahut Azza wa Jall, muaj i shenjtë. Në fillimin e saj na përkujton një ndodhi madhështore që e shënon kalendari islam, që është një ditë e veçantë nga ditët tjera, ku Muhamedi alayhi salatu wassalam bëri emigrimin e tij të madh apo hijretin e tij prej Mekës në Medinë. Ky hijret u shënua dhe kalendari islamik. Të gjithë ummeti islam e njohin hijretin dhe i praktikojnë adhurimet dhe ibadetet sipas kalendarit islam. Ky muaj i shenjtë ndodhi madhështore ku Muhamedi alayhi salatu wassalam detirohet që ta braktis vendlindjen e tij, detirohet që ta braktis vendin më të shenjtë që Allahu Azza wa Jall e ka shenjtruar Mekën, Ka'bën, në muajin e shenjtë, muajin Muharram. Pastaj njeriu më i zgjedhur në sipërfaqen e tokës, shpirti më i zgjedhur, zotria i bijve të Ademit, pejgamberi dhe vula e pejgamberive deri në ditën e Kiametit, dëbohet nga Mekasit. Kthen fytyrën e tij, e shikon Ka'bën i përmbushur me lot në sy dhe i tha: "Oj Ka'be e ndershme, oj Ka'be e shenjtë, vallahi ti je vendi më i dashur tek Allahu Azza wa Jall dhe je më e dashura në zemrën time nga të gjithë vendet. Dhe sikurse populli yt nuk do të më nxjerrin, nuk do të më dëbonin nga ky vend, asnjëherë nuk do të dilna nga këtij vendi." Çka na mëson ky mesazh? Na mëson dashurinë për atë dhe dashurinë për vetëlindje, ku njeriu në atë vend lind, në atë vend jeton, në atë vend rritet, e tregon dashurinë për vendlindjen, dhe kështu na mëson neve feja, dhe kështu na mëson neve Islami, që ne ta dojmë vendin ton, ta dojmë atë dheun ton, ta dojmë vatanin ton. Mirë po, kur erdhi puna që për hir të Allahut Azza wa Jall të emigron, dashuria për hir të Allahut është më e madhe se çdo gjë. Është më e madhe se vendlindja, është më e madhe se vatani, është më e madhe se trupi, është më e madhe se shpirti, është më e madhe se çdo gjë që ekziston sipërfaqen e tokës, është dashuria për hir të Allahut Azza wa Jall dhe sakrifica për hir të Allahut subhanahu wa taala. Po vëllezër të nderuar, pejgamberi alayhi salatu wassalam me urdhën e Allahut i shpalli që ky njeri i madh, i cili sakrifikoi 13 vite, duke i ftuar njerëzit në fenë e Allahut, duke e përçuar mesazhin e Zotit, duke janë mësuar tauhidin, njëshmërinë e Allahut Azza wa Jall, njerëzve të Mekës vuajtje të ndryshme, nga ajo fizike, nga ajo psiqike, të cilët i thanë se ti je gënjeshtar, ti je magjistar, ti je njeri i cili bën përçarje, megjithatë bëri durim, bëri sabër, duke i ftuar njerëzit në fenë e Allahut Azza wa Jall, derisa edhe i dhën 100 deve të asoj kohe si shpërblim për atë i cili e mbyt Muhamedin alayhi salatu wassalam. Dhe çdo ditë njeriu i më i afërt i tij, Sidiku Ebu Bekri radiallahu anhu, i thonte: "O i dërguari i Allahut, dua të emigroj nga ky vend." I thonte: "Mos u nguto Ebu Bekër, ndoshta Zoti do të jep një lehtësim dhe një rrugë tjetër." Derisa erdhi dita, i tha Ebu Bekër: "Zoti po më urdhëron mua që unë të emigroj për në Medinë." Atëherë Ebu Bekri radiallahu anhu i tha: "Suhbeteke ja Rasulullah, shoqërimi it me tije ja i dërguari i Allahut." I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Do të jetë emigrimi im në shoqëri me tije." Atëherë filloi Ebu Bekri radiallahu anhu të çon nga gëzimi. Thot Aisha radiallahu anha: "Nuk kisha pa deri në atë kohë që njeriu të çon nga gëzimi i madh, vetëm se e kum pa Ebu Bekri radiallahu anhu, dhe meritonte që të gëzohet a shumë dhe të çon për shkak se do ta regjistron
historia islame mbar njerëzimit deri në ditën e Kiametit, që e ka shoqëruar një njeri që nuk ka lind dhe nuk do të lind deri në ditën e Kiametit, njeri si Muhamedi alayhi salatu wassalam, aq i kujdesshëm, aq shoqërues, aq besnik, dhe kjo na mëson se shoku i mirë, shoku i afërt është ai shok i cili është në momentet e vështira, në momentet e sikletshme, në momentet që ki probleme, ai të gjindën pranë teje, është krah i yt në ndihmën tënde, pasi që pejgamberi alayhi salatu wassalam i hupi di krahat e tij që ndihmonin Hatixha radhiyallahu anha dhe Ebu Talibi atëherë e vendosi të emigroj. Ebu Bekri radhiyallahu anhu tha unë të shoqëroj. Dilte para pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i thonte Muhamedi alayhi salatu wassalam, pse po del para Ebu Bekr? Thot ja Rasulullah, po dal përpara nga frika se mos po vjen ndonjë armik, nëse më godet mu përpara. Pastaj dilke nga shpina, i thonte pse po rri nga shpina? Po rritheke nëse vjen ndonjë armik, që unë të jem ai i cili do të jem i fundi, i cili do të më godes nga mbrapa. Kështu vazhdoi rrugën derisa u arrit tek një shpellë e cila ishte shpella Thawr. Shikoni çka bën Ebu Bekri radhiyallahu anhu. I thot, rria i dërguari i Allahut, se unë do të hi këtu, do ta kontrolloj një herë shpellën. Pasi që futet në ta, Ebu Bekri radhiyallahu anhu gajloset më tepër për Muhamedin alayhi salatu wassalam se sa për veten e tij dhe i thot, o i dërguari i Allahut, me ul kokën ata këtu do të na shohin armiq dhe u afruan shumë afër. Fa ma dhannuka bi ithnayni Allahu thalithuhuma. Çka mendon Abu Bekr për dy persona kur Allah është i treti me ta? Dhe Allahu azza wa jall e regjistroi në Kur'an, tha la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u frigo, mos u mërzit, sepse Allahu është me neve. Dhe kështu ishte vendoshmëria, kështu ishte tevekuli, kështu ishte bindja në Allahun azza wa jall. Edhe pejgamberëve më herët kur e tradhtuan Musa alayhi salatu wassalam populli vet, pasi që e bënë sakrificë dhe erdhi në deti dhe erdhi koha që Firauni ti pason prap, atëherë tha inna rabbi ma'i sayahdin, Zoti im është me mua, ai ka më ndihmu mua momentet vështira duke shliruar xhamin e Aksas. Ja i than populli vet, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Shko ti lufto me Zotin tan, ne do të presmi. Mirë po nuk i humbi shpresat. Musa alayhis salam tha inna ma ya rabbi sayahdin, Zoti është me mua, ai do të më udhëzon mua dhe udhëzoi Allahu azza wa jall. E hapi detin, ja hapi mirësi, e hapi kutsin me bindje, me mbështetje në Allahun azza wa jall. Nga kjo na mëson vëllezër të nderuar, që besimtari duhet ta ketë bindje në Allahun azza wa jall, ta ketë besimin në Allahun azza wa jall, se Allahu besimtarin nuk e lën, Allahu e ndihmon besimtarin, Allahu e ndihmon thirrsin, Allahu i ndihmon ata të cilët bëjnë punë të mira, nuk i lën. Mirë po, ajo çka të ndihmon nuk është vetëm se me ta ndihmu trupin tënd, me ta ndihmu psiqikën tënde, po ta ndihmon dhe fejen dhe dinin tënd, e cila është më e rëndësishme. Besimtari kur është i drejtë dhe kur mbështetet në Allahun azza wa jall, me haqqa tawakkul, me një mbështetje plot, Allahu është prej emrave El Hafid, ai i cili e mbron edhe i mbron besimtarët deri në fund. Po ashtu, nga kjo përcaktojmë dhe mësojmë ku pejgamberi alayhis salam mori udhën derisa i doli Suraka ibn Malik, që e kishin paguar ashtrejt që t'ja ben kokën pejgamberit alayhis salam, erdh me kalin e tij duke e sulmu pejgamberin alayhis salam. Kali i tij hin në thellësitë e tokës dhe nuk ka mundësi që këmbët e saja t'i nxjerr nga toka, dhe i tha o Suraka, a don diçka të t'jap një dhurat, pasi që ti pa e don dunjojën, po t'jap diçka ka me dhonë që nuk ka mundësi me t'a dhonë as Arab, as këtë botën atë kohë. Tha çka është? Tha me t'i dhonë koltuket dhe me t'i dhonë birizikët e mbretit të Persijës në atë kohë, sikur sot me t'a dhonë koltukun e presidentit në Amerikë. A i tha, në kësi gjendje, në kësi situate, në kësi frige, duke u thu pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke bo strategjinë e rrugës,
duke zgjidh shpellën thorr, duke ndet në shpellë, mirë po nuk e upte bindjen në Allahun, se Allahu ka me ndihmu dhe kjo fe do të hyjë në çdo cepsh, në çdo qosh, në çdo vend deri në ditën e Kiametit dhe nga njëmtarët dhe të jetë feja jonë. Dhe pastaj e pranoi Islamin Suraka dhe kur erdhi në kohën e khalifës së dytë të muslimanëve, Omer ibn Khattabin radiallahu anhu e çliroi Persien dhe i mori biluzikat e mbretit të Rustumit dhe i tha këto ti ka premtu pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe filloi qaje se nuk e kishte pas idenë e tij se do të vjen koha musliman do të triumfojnë dhe Persien do ta çlirojnë dhe biluzikat e mbretit do t'i merr një person nga shokët, nga sahabët e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Islami na mëson që t'jemi optimist. Kjo fe do të ecë përpara. Pa çdo vështirësie do të vjen lehtësimi. Muslimanët asnjëherë nuk do të mposhtën, ndoshta do të torturohen, ashtu siç u torturuar muslimanët sahabët në Mekë me Muhamedit alayhi salatu wasalam, ja hedhën plasin e devës, e munduan pejgamberin alayhi salatu wasalam, mirë po erdhi koha që e bëri shtetin Islam dhe e bëri një shtet të drejtë ku në të jetonin krishterët, ku në të jetonin jehudët të drejtë barabartë me muslimanët, ku ishin të kënaqur dhe të lumtur në atë kohë. Pa fal drejtësisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam, i vllazëroi mes muhaxhirëve dhe ansarëve që janë shembulltir për vllazërinë dhe sakrificën në Islam deri në ditën e Kiametit. Kjo ndodhi e hijretit ka mesazhe të shumta, ka mësime të shumta që besimtari duhet her pas her të ndalet në biografinë e Muhamedit alayhi salatu wasalam, në çdo detaj, në çdo cep të analizon, të nënton se çfarë dobi të mëdha e besimtari e gjen vetin e tij, imanin e tij, bindjen e tij në nënshtrimin ndaj Allahut azza wa xal, duke e praktikuar dinin e Allahut dhe duke ndjekur sunetin, traditën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ki hijret vëllezër të nderuar na mëson që besimtari asnjëherë nuk duhet t'i humbë shpresat te Allahu azza wa xal. Ky mesazh dhe ky hijret na mëson që besimtari para se të merr të bën një punë duhet t'i përgatit planet e tija. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e përgatiti planin që të shkon në emigrim me Abu Bekrin, i përgatiti dideve, e mori me vete një udhëheqës që ja din rrugës dhe i din qoshët e rrugës për me minë cakun e tij. Ishte një person mbrapa që i fshinte tragjet e rrugës dhe kështu arriti, pastaj u mbështet në Allahun azza wa xal. Për ata një ditë prej ditëve njëri erdhi në xhami dhe kishte lënë demën jashtë dhe i tha Muhamedit alayhi salatu wasalam, tha ata lo demën dhe të mbështeta në Allahun azza wa xal. Tha lidhe demën, pastaj mbështetu në Allahun azza wa xal. Merri sebepët e pastaj mbështetu në Allahun, e Allahu azza wa xal do të jep rrugdalje. Allahu azza wa xal do të jep vullnet, do të jep sukses dhe do të çlirohesh, do të arrish suksese të mëdha pasi që ti marrësh sebepët e pastaj të mbështetesh në Allahun azza wa xal. Ky Islam i madh, ky din i madh, pa çdo vështirësi do të vjen lehtësimi, edhe pse shohin në përvende torturohen, mundohen muslimanët, mirë po asnjëherë nuk duhet ta humbim shpresën në Allahun azza wa xal dhe asnjëherë nuk duhet ta humbim mendimin e mirë për Allahun azza wa xal, sepse muslimanët mundohen, ndoshta muslimanët sakrifikojnë, mirë po vjen koha që edhe ata dëshmor të cilët bin do të jenë të shpërblyer te Allahu azza wa xal, edhe durimtar do të jenë të shpërblyer ashtu siç bëni durim pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe pastaj do t'i takon në edhe suksesi në këtë botë, çlirimi në këtë botë, fathun qarib, çlirimi i afër saj, edhe shpërblimi në ahiret tek Allahu azza wa xal. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu azza wa xal t'ju ndihmon muslimanëve anë mban botës, e sidomos në Gaza, në Palestinë, edhe në vende të tjera, t'ju jep sukses, t'ju jep fitore, t'ju bën një shtet të cilët do të jenë të lirë, ta adhurojnë Allahun azza wa xal, sepse edhe ky mesazh përmban këta. Emigroi pejgamberi alayhi salatu wasalam prej në Mekë në Medinë për ta pas lirinë dhe praktikimin e fesë dinit Allahut azza wa xal.